Kandidati demokrat për Bashkinë e Tiranës Lulzim Basha premton që me dashuri do të ndryshojë kryeqytetin shqiptar. Ndërsa u prezantua nga kryeministri Sali Berisha, ish ministri i Brendshëm, sa se problemet që ka sot Tirana nuk mund të mbyllen me një dorë boj apo me deklarata politike. Tirana jonë dhe njerëzit e saj përballen me probleme reale dhe të përditshme. Probleme të cilat nuk mund zgjidhen as me gjuhë tegër, as me protesta të dhunshme dhe as me betejë politike, por vetëm me punë, përkushtim, vizion krijues dhe dashuri. Mund të çirremi sa të duam para këtyre sfidave. Mund t'i tundim grushtat në erë para këtyre problemeve. Mund t'i bëjmë sikur i mbulojmë ato me një dorë boj. Por asnjë nga këto nuk i zgjidh problemet e qytetit tonë. Flithja e sloganeve politike nuk hap asnjë vend të ri pune dhe kësaj nuk ul dot as çmimin e një buke të vetme. Basha tha se Tirana do të kthehet në një qytet mundësish pafund. Ai shpalosi pikat kryesore të programit të tij për Bashkinë e Kryeqytetit. Unë do të punoj për të ftuar çmimet e larta në këtë qytet. Akti im i parë si kryebashkiak do të jetë krijimi i një agjencie bashkiake të mbrojtjes së konsumatorit. Do të punoj për përmirësimin e infrastrukturës, për të ulur kostot e transportit, që lidhet me mallet dhe shërbimet. Bashkia do të ndihmojë të rinj duke financuar një program stazhi. Ndërsa kryeministri Sali Berisha duke prezantuar Bashën tha se ai ka mbështetjen e gjithë demokratëve, pasi është njeriu i sukseseve të mëdha në këtë parti. Jemi mbledhur sot për të shprehur mbështetjen tonë kandidatit të Partisë Demokratike të Aleancës për Qytetarin, njërin prej personaliteteve më të shquara të sukseseve të Partisë Demokratike, shortin shembullor, pridhin shembullor. Në fakt, do të bëj fushat, jo veti treti, por veti katërti. Më herët demokratët mblodhën Këshillin Kombëtar në cilin miratuan Lulzim Bashën si kandidat dhe vendosën të mblidhen në 27 mars për kandidatët e tjerë.